Qenë Ndacak vazhdojnë të shqetësojnë qytetarët, duke përbërë rrezik për sigurinë e tyre, por edhe për shëndetin publik. Televizioni 6+1 Vlora arriti të realizojë disa opinione me qytetarët këtë të hënë, të cilët shprehen se janë të rrezikuar në çdo moment nga këto kafshë ndacake, që mund t'i gjesh kudo në qytetin e Vlorës e kryesisht përgjatë Bregdetit. Qytetarët shprehen të shqetësuar pasi qenë Ndacak janë agresiv e sidomos në këtë periudhë. Ata mund të sulmojnë papritur teksa lëvizin në tufa, ndërsa është edhe muaji apo periudha e shumimit të tyre. Një rrezik serioz jo vetëm për qytetarët, por edhe të huajt, ashtu si kundër edhe për fëmijët përbëjnë qenë Ndacak në këto ditë në rrugët e qytetit, teksa qytetarët kërkojnë nga Bashkia e Vlorës dhe institucionet përkatëse të marrin masa. Kam dhënë një intervistë mëngjes aty poshtë për qenë. Tani problem janë, po themi më problem jemi neve njerëzit që i përzëm nga shtëpia, që nuk i mirë mbajmë, nuk i trajtojmë. Fajt janë tona, jo të qenëve. Çfarë duhet bërë? Çfarë duhet bërë? Tani përgjithësia shteti duhet të punojë ligji mbi ata që kanë qenët, që i abandonojnë. Pastaj normale që duhet i strehoj shtetit i marrin nëpër qendra ku janë to riabilitimi. To janë problemet, pa i shijoni, jo i qenëve. Se ne po diskutojmë qendë. Do diskutojmë njerëzit që i lënë i braktisin. Ka patur në një rast që ju kanë sulmuar? Po rastu mua jo, po kam parë raste të ndryshme që kanë pasur, që janë acaruar. Se normale kafsha kur është abandonuar. Do bëj një veprim, jemi njerëz me logjik, bëjmë veprime jashtë normave. Qëndë, kaj shumë sa s'ka ku të vejmë shumë. Ju kanë sulmuar? Jo, se ruemi, kemi frikë. Çfarë masë është? Ti zhdukni, mos zduken. Shumë problem janë, shumë problem, nuk kalojmë do se kemi shumë frikë. Ju kanë sulmuar në njërë? S'na kanë sulmuar. Por që duen marrë masa? Duen marrë masa. Të hyqen, të gruponen, të vriten, më mirë të vetë marrë në një shpi, fëmijë në shpi të fëmijë se sa qëndë. Probleme janë natën sidomos. Kafshojnë base janë problem, po se besoj se janë pa tjetër. Se gjuna kafsh janë edhe ata. Njerëzit duhet të jenë qik më empatik për gjitha këto qenjet. Jo, nuk duhet të tapit një qëndër. Po t'i hapi në qëndër mirë do jetë, shumë mirë do jetë. Qenje është edhe ajo e shkreta, gjallës. Shqetësimi i qytetarëve ngrihet në prag të sezonit turistik, ku Vlora do të pres një numër të lartë të vizitorëve, vendase të huaj. Një situatë e tillë e cila mund të krijojë probleme për imazhin e qytetit, por edhe për sigurinë dhe përvojën e turistëve të huaj veçanërisht. Bashkia e Vlorës dhe Drejtoria e Veterinarisë duhet të marrin masa konkrete për menaxhimin e kësaj problematike, përfshi kapjen, sterilizimin dhe sistemimin e qenëve Ndacak në ambiente të posaçme, ndërsa qytetarët apelojnë për një zgjidhje sa më të shpejtë, pasi nëse nuk do të merren masa me rritjen edhe të temperaturave dhe fluksit të turistëve, situata rrezikon të përkeqësohet edhe më shumë.